Ngjarje e rëndë është regjistruar në Elbasan ku një 56 vjeçar dyshohet se I ka dhënë fund jetës me armë sportive në Banesë. Sipas informacioneve, ngjarja ka ndodhur në fshatin Mengël. Burime bëjnë me dije se viktima është gjetur pa shenja jete, ndërsa dyshohet se akti është kryer në kushte të rënduara psikologjike. Menjëherë në vend ngjarje kanë mbërritur forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur punën për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe dokumentimin e ngjarjes. Hetimet vijojnë për të hedhur dritë mbi shkaqet që çuan në këtë akt të rënd. Arma u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Punon aty I të vinte aty në shtëpi, ja shpisur ishte ke lokale të pikave dhe me shok, unë s'kam pas folme atë, po nga aty ora 11 era shtëpi, në pak vetë me bicikletë, ka I bicikletë shumë me dhe goma të rrëve. Apo shpive dhe një atë të shogjen, vjene e shogje me buk, merë buk e tje, se punon tuk e pesh pa e shogje, dhe të futet marrë dhe një atë të përtit, në khashu dhe po të këtë gjujtë asaj të shogjes, ka pijën e janë, vetëm që korte barë, pastaj kjo gruaja këtu që vinte këtu, tha, me policit e pa ne, ka vdek një të,